Të videon e radhës do nisim nga mrapa, se këtu është vendi ku qëndroi robi i rëndësishëm te kjo lloj makine. Besoj keni dallu që jemi në mbrenda së klasës 223, ky është S500 L-ja, i 2023-shit, i ka gjitha gjonat, gjitha opsionet, dhe kjo është ndër makinat që i bën njerëz që të mendojnë ta duan bencin, të thonë benci është mreti. Pa qenë Maybach me gjitha opsionet, që ka këtë të komve që ngrehet, edhe shtrihesh komplet, me televizora para, ka tabletën këtu që kontrollon ambient lightin, masazhin, median, sediljet, gjitha gjonat çfarë dush që kontrollon këtu. Normalisht klimën e ka individuale edhe mrapa me 2 zona. Komplet tavani është alkantara, me këtë alkantarën besh shumë bukur, me ngroje, me ftoje, i ka edhe këto panelet me ngroje, edhe këtu anash, sigurisht me perde elektrike, edhe lart hapet e ke komplet në kontroll. Wireless charging ka këtu edhe 2 USB Type-C, edhe sediljen tjetër e shtrin e lëviz, po vetëm kjo kraut këtu ka këtë që e ka poshtë, se këtu ke hapësirë më shumë. Air ventat këtu, Burmeisterin audion shumë e bukur kjo alumini, komplet me qepje çdo gjë, edhe ambient lighti shumë i bukur. Çdo gjë që prek është lëkurë ose dru, çdo gjë shumë cilësi e mirë, çdo material i përdor. Edhe mrena është çdo gjë material më perfekt i mundshëm, me timon pjesën e drunit tu, piano black komplet, to pjesët e drunit shumë bukura, me qepje lart, head-up display, ambient light, sigurisht ngroje, ftoje, masazh edhe përpara, edhe kjo i ka këto pjesë me ngroje, timonin me ngroje, pilot automatik që hecën vetë makina, frenon vetë, i merr kthesat vetë, gjitha gjonat, panoramike po e ka ndarë në 2 pjesë. Ky është versioni AMG Line, është pak më sportiv se sot e thjeshta. Dritat i ka digital lights, më të mirat e mundshme që ekzistojnë për momentin, këto janë. Edhe disit i ka të AMG Line-it, shumë të bukura, disi të njëshe, i shkojnë kësaj makine shumë. Nuk është bon, normalisht asnjë lloj ndryshimi, kjo siç ka dalë nga fabrika, është marrë nga Gjermania, edhe vetëm që janë bërë shërbime të mira garancisë te Benzi, asnjë gjë tjetër s'është prek te kjo. Shumë e pastër, shumë e bukur. Është versioni informatik, barmitat i ka tamam, nuk i kanë më plastike që sfutet më dora, po do të tregoj edhe para me blind spota, s'bëhet fjalë që është me blind spota. Përveç kamerës para distronikut, radarëve që ka night visionit të gjitha, ka edhe këtu te xhami Magic Body Control që skanon rrugën edhe përgatit amortizator para se me shku te gropa që të mos e ndihesh fare gropën. S500 që është akoma në garanci, ka edhe paldisje goma tjera e rezervë, është makina marrë nga Gjermania që ka shku shumë më shumë se çmimi që do e nxjerrim ne, po kjo është për dikë që doj makinë tamam për vete, jo vetëm makinë për të duk, është makinë perfekte. Çmimi është 100.000 euro, numrin e kontaktit keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.